Drejtoria e Policisë Financiare ngriti kallëzim penal kundërrisht drejtorit të ndërmarrjes publike Higjiena Komunale Shkup Sabahudin Rustemi, ai në cilësinë e tij si ushtrues detyre drejtor, me qëllim që të shterojë të gjitha burimet financiare të parashikuara nga marrëveshja e lidhur për shërbime intelektuale me personin juridik Veda Doll Shkup gjatë vitit 2025, 2 ditë para skadimit të marrëveshjes si dhe 1 ditë para përfundimit të saj, në emër dhe për llogari të kompanisë. Ai lidhi 5 marrëveshje me individ në një shumë prej 3.6 milion denar. Nga policia financiare njoftuan se 2 nga marrëveshjet e nënshkruara kanë qenë fiktive, me vlerë të lartë jo reale prej 775.000 denarve secila për shërbime intelektuale dhe një këshillash, zbatim teknikash të reja për mbrojtjen e mjedisit në një vlerë totale prej 1.5 milion denar, me persona që ishin të njohur të tij personal dhe për të cilët ishte në dieni se nuk kishin ekspertizë në fushën e mbrojtjes së mjedisit, pavarësisht faktit se ishte në dieni se shërbimet nuk kryeshin, nuk do të kryeshin as nuk kishte mundësi objektive që ato të kryeshin gjatë kohës gjatjes së marrëveshjes me agjensinë. Po ashtu Rustemi ka lidhur 3 marrëveshje me persona fizik në shumën prej 686.236 denarve, secili për shërbime kontabiliteti dhe përgatitje të llogarive vjetore në shumën totale prej 2 milion denarve, megjithse ishte në dieni se njëri nga personat nuk kishte ekspertizë në kryerjen e shërbimeve të kontabilitetit dhe nuk kishte i regjistruar si kontabilist i certifikuar. Pas ndërprerjes së marrëveshjes për shërbime intelektuale me personin juridik Veda Doll Shkup, përkatësisht pasi i pandehuri u dekurajua nga qëllimi për të përfunduar veprën penale për vetësim në detyrë, sipas neni 354 paragrafi 2 përfshir paragrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë dhe për të paguar fondet për shkak të zbulimit në kohë të veprës penale nga Drejtoria e Policisë Financiare, i pandehuri zhvilloi procedurë të re dhe lidhi një marrëveshje të re me personin juridik Esi Solution Doll Shkup për shërbime intelektuale me qëllim që të lidh marrëveshje me një palë të tretë përmes të njëjtit subjekt dhe të marrë me qira një automjet për mbledhjen e mbeturinave, të nënshkruaj urdhër pagesa dhe të paguaj 604.461 denar në Agjensinë e të Drejtave të Autorit. Me veprimet e lartë përmendura, siç thuhet në njoftimin e Policisë Financiare, ekziston dyshimi bazuar se i dyshuari ka vepruar në kundërshtim me ligjin për prokurim. Ai ka lidhur kontrata dhe marrëveshje fiktive pa kryer prokurim publik, me çras ka kryer veprat penale keqpërdorimi i pozitës dhe autoritetit zyrtar, falsifikimi dokumentit dhe veprën penale për vetësim në detyrë.